5 dekada pasi u ndan nga bankat e shkollës, maturantët e vitit 1976 të gjimnazit Asim Zeneli u rikthyen aty ku nisi një nga kapitujt më të bukur të jetës së tyre, në të njëjtat korridore dhe klasa, kur dikur ndanin ëndrat, sfidat dhe shpresat e rinis. Ata u takuan sërish, këtë herë me flokë të thinjura, por me të njëjtin entuziazëm dhe emocion si dikur. Takimi u shndërrua në një udhëtim të paharrueshëm në kohë, për qafime të ngrohta, lot gëzimi dhe kujtime të ruajtura ndër vite, rikthyen atmosferën e një brezi që vazhdon të konsideroj periudhën e gjimnazit si vitet më të arta të jetës së tyre. Ka vite që diskutohet midis nesh. Mirë po ja tani u poqen kushtet që të mblidhemi përsëri një pjesë jo e madhe e klasës, sepse ky ndryshimi i sistemit ka sjellë plot probleme, emigracionin në radhë parë, e pastaj shpërndarja brenda në Shqipëri, po kemi dhe shok që nuk i kemi më midis nesh, po gjithsesi më në fund mendoj që realizuam. U mlodhëm jo të gjithë, po i kemi të gjithë, i kemi midis nesh, i kemi në zëmër, edhe do t'i kujtojmë dhe do vazhdojmë të takojmë, sepse në fund të jetës, me sa duket ndjenja të rritet më shumë dhe duhet të takojmë jo një herë në kaq vjet, po të paktën një herë në vit. Kur takohesh mbas 50 vjetësh me shokët dhe shoqet, janë shumë të mëdha. Por me këta që takohemi në qik më dëndur, sigurisht i ruajmë kujtimet, i ringjallim gëzimet, emocionet, të mirat dhe të këqijat. Po gjithsesi kur kalon një periudhë 50 vjeçare dhe shikon transformimin e vetes të shokëve, është emocion vërtet shumë i madh. Koha është e tillë që ndofta nuk takohesh dot, por në rrjetet gjithmonë thonim kur do vini në Gjirokastër të takohemi, ose kur do vini ju në Tiranë për mua të takohemi. Me krenari, ata kujtuan se kjo matur ka nxjerr figura që kanë dhënë kontribut të vyer dhe vazhdojnë të kontribojnë në fusha të ndryshme të shoqërisë, duke lënë gjurmët e tyre në profesione dhe komunitet. Unë fatmirësisht merrem edhe sot me nxënësit dhe transformimit e tyre është i dukshëm i krahasuar me brezat tanë 50 vjet më parë, të bën që të mendosh që edhe të shpresosh që kjo do të ndodhi në të ardhmen nëse zvogëlohet roli i mjeteve sociale. Përveç nxënës shkolle, kam punuar rreth 10 vjet edhe si mësues matematike në shkollën Asim Zeneli, sa përfundova universitetin, dhe impresionet i kam të jashtëzakonshme sepse më duhet çdo vit të përjetoja këto situata që përjetojmë në sot. Dhe të jetosh me nxënësit do të thotë të ngelesh gjithmonë i ri, sepse e tillë është mosha e tyre, se të ri të mbajnë kujtimet, të mbajnë imazhet atyre viteve, dhe sot që unë takohem me këta, me disa prej tyre për shumë vitesh, vërtet më ngjallën kujtimet e atyre viteve. Këto janë vite të paharruara, sidomos mosha e gjimnazit që është mosha më e bukur, i kujtojmë me nostalgji, kemi kujtime, kemi lidhje me shoqërinë, takohemi shpesh, flasim, bëjmë të pak me këto që kemi në Gjirokastër, me të tjerët me takime tani shqyrës interneti lidhe me ta. 50 vite më vonë, koha mund të ketë ndryshuar shumë gjëra, por nuk ka mundur të zbej miqësinë, respektin dhe lidhjet e veçanta që i bashkon. Ky takim ishte më shumë se një përvjetor, ishte një festë e kujtimeve, e jetës së ndarë së bashku dhe një brezi që vazhdon të mbajë gjallë vlerat dhe frymen e viteve të rinis.